Ishte pretendente për çmimin e parë Shkodra Elektronike, ndezi skenën në finalen e Eurovision, përfaqësuesit të Shqipërisë, Beatrice Gjergje dhe Kolaça dhuruan emocione të mëdha teksa performuan të fundit në listën e 26 vendeve që pretendonin fitoren, por arritën deri në vendin e 8. Austria ishte fituese e Eurovisionit 2025, artisti JJ i Austrisë triumfoi me baladën e tij operistike Wasted Love. JJ fitoi konkursin me një numër pikësh për 436, siç është tradicionalisht në festivalin e këngës. Pikët u dhanë së pari nga jurit, ndjekur nga zbulimi dramatik i televotimit publik. Wasted Love triumfoi me votimin e jurisë me një numër 258 pikësh, u pasua me një numër televotimi 176 pikësh. Shqipëria mori 173 pikë nga publiku dhe tani ka 218 pikë bashkë me ato të jurisë kombëtare të gjitha shteteve. Shkodra Elektronike mori 45 vota nga juria. Kënga Zjermë është bërë virale në rrjet, ndërsa CNN e kishte renditur atë për në vend të parë, duke cilësuar si autentike dhe të veçantë siç është. Megjithatë, ky nuk i solli fat pasi zgjedhjet e Eurovisionit janë disi të veçanta. Ky projekt muzikor, një sintezë mes folklorit të pasur shqiptar dhe tingujve modern elektronik, përfaqëson sot në finalen e Eurovisionit jo vetëm Shqipërinë, por dhe shpirtin e një populli që jeton brenda dhe jashtë kufive, ja sepse më shumë se kur shqiptarët kishin të drejtë të mundësi për të votuar, duhet të votonin Zjermë në garën ku shumë këngë arrohen brenda natës. Shkodra Elektronike është krijuar për të lënë gjurmë me një himn eksperimental që flet shqip dhe tingëllon ndërkombëtarisht.